Epizodi 6 i sezonit të 6 podcasti Flasim, nisim me shënimet e javës. Kisha shumë kohë, s'mbahet mend, pa komentuar një protest të opozitës. Deri kur 2 javë më parë, pas një përshkallëzimi të dhunshëm, bëra një koment për thënë diçka sa të thjesht aq të vërtet. Sepse është e vërtet, në Europë ka protestues anarkist, ekologjist, ekstremist të djathtë të majt, student, antiglobalist, tifoz, huligan, grupime lloj-lloj, neofashist që dalin rrugë për arsyet e tyre, maskohen, armatosen molotov, thyen, djegin, plagosin punonjës policie, shkatrojnë prona. Por, qysh nga koha e partive famkëqija të 100 vjetëve më parë, atyre në Gjermani dhe në Itali, të cilat i paraprin pastaj epokës së zymt, sa thuhet, të fashizmit dhe të nazizmit, ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj pjesë të pandarë të ekzistencës vetë që nga lindja ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës vetë, mobilizimin e paramilitarëve, të cilët deri dje ishin qeta e liderit shpirtëror. Kurse tani më janë thjesht mercenar të rekrutuar me lek nga rrugaçët e lagjeve, që veshin maska, fshehin fytyrën pas tabelave dhe presin sinjalin për të mbaruar punën për të cilën janë paguar, duke hedhur molotov pa u identifikuar nga kamerat sipas planit. Dhe mercenarët u rishfaqin përsëri në krye të kësaj jave dhe bën dhe më shumë dëm, duke kaluar tani më në hedhjen e bombave të mirëfillta artizanale të përgatitura nga udhëheqja e të ashtu quajturës dhe ndjespastës Partisë Demokratike, dhe duke plagosur ende më shumë punonjës të policisë deri në shkaktimin e plagëve nga djegja. Është e qartë se këto farë protestash me atë pislëkun që krijojnë në bulevard, ja shikojni dhe mendojni kështu si po ju them, janë si një jashtëderdhje në rrugë. E plakut lajthitur që i organizon dhe pastaj fërkontuart kur pamjet e jashtëderdhjeve të tij dalin nëpër mediat e huaja duke lënduar imazhin e Shqipërisë, duke krijuar idenë se ç'është po ndodh në Shqipëri. Në fakt ajo që po ndodh në raport me sa po themi është një degenerim i pandalshëm dhe shpërthimi, dëshpërimi të pangushëllueshëm. Rezultati, rrudhja mëtejshme e një partije, ti thuash, e një force, se di qa force, kam e një arradheje politike që s'ka më asnjë mision, po ka vetëm një funksion, të shkarkoj rropullit e plakut. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Vaj me det, pik e zez. Prokuroria e Hagës kërkoi 45 vite burg për Hashim Thaqin dhe për secilin prej 3 udhëheqësve të tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Mu desh dhe më duhet, sinqerisht më duhet kohë të kuptoj se si mund të përballet një gjë e tillë, një çmenduri e tillë
një paturpsi e tillë, një mizori e tillë me fjalë. Kërkesa për 45 vite burg për të 4 figurat domethënëse të luftës shqiptare ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës. Një prokuri krejt e padenj, e cila për të marrë në shqyrtim historinë e përgjakshme të luftës shqiptare të Kosovës, bëri 6 vite hetim dhe doli me pretendimin se gjatë viteve 98-99 që kanë kryer krime kundër njerëzimit dhe krime lufte ndaj civilëve. Por nuk ka asnjë ligj ndërkombëtar që lejon dënime mbi pretendime të tilla dhe pa asnjë provë të qartë se ekziston një plan dhe një forcë e organizuar për të sulmuar dhe për t'ju marrë jetën civilëve si të tillë, pse janë civil. Po ashtu nuk ka asnjë lloj ligjësie dhe asnjë ligj ndërkombëtar që i hap rrugën dënimit të një udhëheqësi në një luftë shqiptare vetëm se ka qenë udhëheqës. Ama pa provuar se ka dhënë urdhra për të sulmuar civilët, se ka pasur kontroll real mbi të gjitha formacionet luftarake në territor të një ushtrie çlirimtare në emër, por të një tërësie forcash të bashkuara nga një njëjti ideal dhe qëllim, por jo në të njëjtin organizim në territor, apo se ka pasur ndonjë lidhje tjetër drejt për drejt me vepra penale të kësaj ububushmërie. Dhe ajo farë prokurorie dështoi të sillte qoftë dhe një provë të vetme për ta mbështetur këtë kërkesë mizore pas 6 vite shetime, e mbështetur nga një zinxhir shtetesh demokratike të cilat duhet të ndjehen të turpëruara nga një maskaradë e tillë. Ky nuk është një turp për ca prokuror, për atë far idioti ndërkombëtar që dilte dhe lexonte broçkulla. Ky është një turp për shtetet që e mbështesin atë gjykat, që e paguajnë atë gjykat, që mundsojnë rroga maramëndse për personazhe të kësaj ignorance dhe njëkohësisht dhe të kësaj nuk di çfarë të them. Duhet ndalem edhe për një sarim të nevojshëm lidhur me konkluzionet e mbledhjes grupit parlamentar këtë javë pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse përsëri si zakonisht fillon qarkullon në ajër një tymnaj interpretimesh nga më të ndryshme. Edhe një herë tjetër. Nuk është çështja tek personi, çështja është tek parimi. Dhe në këtë rast nuk është tek parimi abstrakt, por është tek parimi i ndarjes së panegociueshme të pushteteve kushtetuese. Që do thotë, një vendim gjyqësor për pezullim nga detyrat një ministri në kuadër të një mase sigurimi penal ka nxjerrë në pah një boshllëk që është një boshllëk që ekziston sa në koka prokurorësh e gjykatësish. Dhe edhe në legjislacionin tonë, përderisa në këtë vend pa kulturë të konsoliduar demokratike dhe me drejtësitë pavarur në moshë shumë të mitur, nuk mjafton fryma e kushtetutës që është shumë e qartë, po duhet edhe gërma e ligjit, madje gërm për gërm, qoftë për gjëra elementare si kjo. Gjykata në ushtrimin e kompetencave të saj ka të drejtë vendos masa sigurimi për çdo person në hetim. Këtë nuk e diskuton askush. Dhe askush nuk është mbi ligjin, e këtu bijem dakord të gjithë, të paktën të gjithë me fjalë, por unë bie dakord dhe me vepra. Por në të njëjtën kohë ka disa funksione ku hyn dhe ai ministrit, të cilat
paralizohen nëse ministri pezullohet. Pra faktikisht, nëse ti thua që unë pezulloj një ministër, unë pezulloj president në Republikës, unë pezulloj kryetarin e kontrollit lartë shtetit dhe ku di unë disa të tjerë që mbulojnë funksione të pa delegueshme, faktikisht ti prodhon një pasojë të menjëhershme të barabartë me shkarkimin, sepse nuk është pezulluar thjesht personi, siç mund ndodhi me një drejtor punën e cili e bën dikush tjetër, por është pezulluar funksioni. Ndërkohë që pikërisht për shkak të funksionit, emërimi apo shkarkimi i ministrit nuk është gjëkundi kur në asnjë vend të botës, mund ta them me plot gojë tani, sepse nuk e ka nxjerr dot kush një rast kur në një vend botës kjo kompetencë është e një prokurori dhe një gjykatësi në një seancë paraprake. Drejtësia duhet të jetë e pavarur. Sot ajo është e pavarur dhe duhet mbetet përgjithmonë e pavarur. Por pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e dy pushteteve të tjera, legjislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk ndahet me gjyqësorin, nuk i takon gjyqësorit dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Gjithsesi, tani më kur as gjykata kushtetuese nuk mori dot vendim për rastin konkret, ne do kalojmë përtej rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar menjëherë boshllëku në fjalë. Nisma do i paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias. Kemi miratuar këtë javë vendimin e Këshillit të Ministrave për rritjen e pagave për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. Konkretisht paga për gradë është rritur si rezultat i indeksimit për të gjitha gradat, por edhe si rezultat i një rritje shtesë për disa funksione sipas politikës së pagave. Pra, për asistent zjarfikës, krye zjarfikës, nën komisar zjarfikës dhe komisar zjarfikës ka një rritje shtesë të pagës përtej indeksimit. Dhe kostoja financiare për këtë vit do të përballohet nga buxheti i miratuar i institucioneve përkatëse dhe për pushtetin vendor nga fondet e transferuara nga buxheti i shtetit tek arkat e vetë bashkive. Është një vendim i planifikuar dhe i integruar në sistemin buxhetor, është një mesazh i qartë ku vlerësohet një shërbim gjithmonë më etik lidhur me sigurinë e jetës dhe me mbrojtjen e pronës. Dhe zjarfikësit janë ndër të parët që shkojnë aty ku rreziku është krejt real dhe përsëris në një kohë kur zjarret janë një fenomen me sa duket i pandalshëm dhe në zgjerim në rang global. Do të vazhdojmë të forcojmë jo vetëm kapacitetet teknike të shërbimi, por patjetër do të vazhdojmë ti përkushtohemi burimeve njerëzore në këtë shërbim dhe sigurisht dinjitetit të gjitha atyre që me uniformën e zjarfikësit bëjnë heroizma. Një tjetër shënim që është pjesë e këtij ditarit kësaj jave është ai që lidhet me Fondin Social Kombëtar 2026, ku kemi kaluar nga 14 shërbime në vitin 2019 në 98 shërbime aktive sot dhe mund të themi se e kemi kthyer shërbimin social në një rrjet real mbrojtje sociale në të gjithë vendin. Janë 65.000 individ që përfshihen nën kujdestarinë e këtij rrjeti të organizuar mbështetje sociale, jo thjesht përmes financimit, por përmes një sistemi të strukturuar shërbimesh që tani më është shtrirë në nivel bashkie.
Buxheti i këtij fondi është rritur 6 herë që nga fillimi i kësaj reforme dhe vetëm këtë vit është 17% më i lartë se viti i shkuar. Kjo tregon konsolidim dhe prioritet qartë politik për ata që janë më në nevojë. Në vitin 2026 do të financohen 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, për personat në aftësi ndryshe, për të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror. Nga këto 12 shërbime do të ofrohen në Durrës, Prenjas, Kurbin, Skrapar, Himar, Kavaj, Vor, Korç, Mat, Patos, Corrik dhe Kamës, ndërsa në nivel rajonal do të ngrihen 2 shërbime të reja emergjence dhe një linjë këshillimi për fëmijë. Shënimi i fundit është i lidhur me jetën ndërkombëtare, nëse mund ta quaj kështu. Më ka ardhur këtë javë ftesa nga presidenti i Shtetit Bashkuara për të vizituar Washingtonin në ditët në vijim, për atë që e kam paralajmëruar kur ajo tufa e bombave artizanale plaste dhe kërciste edhe në sallën e Kuvendit me gjithë farloj pretendimesh që sot i nxjerrin përsëri qesharak, duke thënë se unë nuk shkoj dot, se mua s'më kanë ftuar, se. Dhe faktikisht, siç e paralajmërova, do të jem në Washington për themelimin zyrtar të Bordit Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare e përhershme, po kontribon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes.